Ka momente në Big Brother që nuk janë më thjesht pjesë e lojës. Momente që të bëjnë të ndalesh, të ndjesh siklet, zemërim, shgënjim. Momente që të kujtojnë se përtej kamerave, përtej audiencës dhe spektaklit, ndodhen njerëz real, me emocione reale dhe me përgjegjësi reale për veprimet e tyre. I tillë ishte momenti kur Limi humbi kontrollin dhe i gjuajti Albës me triko, në dukje, një gjest i vogël. Një robë. Një lëvizje e shpejtë. Por në thelb, ishte shumë më tepër se kaq. Ishte kulmi i një tensioni të akumuluar, i xhelozisë së papërballuar, i inatit që ishte mbajtur brenda derisa shpërtheu në formën më të gabuar. Atmosfera në shtëpi kishte kohë që ishte e rënduar. Ngjarjet e fundit, marrëdhëniet e thyera, afrimet e reja, ndjenjat e lënduara, të gjitha kishin krijuar një terren të rrezikshëm emocional. Limi nuk ishte më ai banori i qetë. Ishte i trazuar, i ngarkuar, i mbushur me mllef që nuk dinte si ta kanalizonte, dhe Alba u gjend në mes të kësaj stuhje. Nuk ishte domosdoshmërisht ajo shkaku, por u bë shënjestra. Një fjalë, një ton, një prani që në atë moment u perceptua nga Limi si provokim. Dhe në vend që të largohej, të heshte, apo të kërkonte hapësirë, ai bëri zgjedhjen më të keqe, reagoi fizikisht, edhe pse me një objekt të butë si trikoja, por dhuna nuk matet me peshën e objektit. Matet me mesazhin që dërgon. Kur Alba u godit, qoftë edhe simbolikisht, reagimi i saj ishte i menjëhershëm. E tronditur, e poshtëruar, e zemëruar, ajo shpërtheu me fjalë të rënda, një ofendim ekstrem që theu çdo kufi komunikimi. Ishte një reagim emocional, i papërpunuar, i lindur nga ndjenja e sulmit dhe e mosrespektimit. Ajo nuk po fliste më vetëm si banore. Po fliste si njëri që ndihej i cenuar, shtëpia u ngrirë. Askush nuk e priste që situata të arrinte aty. Sepse Big Brother është plot me debate, por ka një vit të padukshme që, kur kalohet, ndryshon gjithçka. Dhe ajo vi u prek në atë moment. Limi, në vend që të ndalej, në vend që të reflektonte, vazhdoi me sjellje agresive. Jo domosdoshmërisht me forcë fizike të rëndë, por me energji kërcënuese, me gjuhë trupi që tregonte humbje totale kontrolli. Ishte e qartë, ai nuk po mendonte më, kjo është pika ku loja mbaron dhe përgjegjësia fillon. Alba, nga ana tjetër, edhe pse reagimi i saj verbal ishte i papranueshëm, ishte pasojë e drejtpërdrejtë e një akti provokues. Kjo nuk e justifikon ofendimin, por e shpjegon shpërthimin. Sepse kur dikujt i shkelet kufiri, fjalët dalin të papërpunuara, shpesh më të rënda se çdo të ishin në një gjendje normale. Ky incident hapi një debat të madh edhe jashtë shtëpisë. Publiku u nda. Disa u fokusuan te gjuha e përdorur nga Alba, të tjerë te veprimi i Limit. Por thelbi është më i thellë se kaq. Asnjë formë agresioni nuk është e pranueshme, as fizike, as verbale. Big Brother nuk është thjesht argëtim. Është pasqyrë shoqërore. Dhe kur në atë pasqyrë shfaqen skena të tilla, lind pyetja: çfarë po normalizojmë? Çfarë po tolerojmë? Dhe ku vendosim kufirin, Limi, në atë moment, tregoi se sa e rrezikshme është xhelozia kur nuk menaxhohet. Se si dhimbja personale, nëse nuk përballohet me maturi, kthehet në agresion ndaj të tjerëve. Ai nuk po luftonte me Albën. Po luftonte me veten dhe po humbiste. Alba, nga ana e saj, tregoi se sa e brish bëhet njeriu kur ndihet i sulmuar. Se si fjalët mund të kthehen në armë, kur nuk gjen mbrojtje tjetër. Por edhe se sa e rëndësishme është të mbash dinjitetin, edhe në momentet më të vështira. Pas incidentit, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Heshtja ishte e rënë. Shikimet ishin të ulura. Askush nuk kishte fituar. Sepse në Big Brother, kur ndodh një përplasje e tillë, humbin të gjithë. Ky moment duhet të shërbejë si reflektim. Jo për të gjykuar vetëm një person, por për të kuptuar se emocionet e pakontrolluara, presioni dhe mungesa e vetëpërmbajtjes mund të çojnë në veprime që pendohen gjallë. Dhe se respekti është kufiri që nuk duhet kaluar kurrë, pavarësisht lojës, kamerave apo inatit. Në fund, Big Brother vazhdon. Por ky episod mbetet si paralajmërim, si mësim, si kujtesë se njerëzilluku duhet të jetë gjithmonë mbi spektaklin.